Arsen, përshëndes. Përshëndetje, Aida. Atëherë Arsen, nisur nga ajo se çfarë na vjen si njoftim zyrtar dhe nisur në fakt edhe nga backgroundi i ngjarjeve të cilat lidhen me njëri tjetrën. Unë në fakt kur hyra dhe kur bëra le të them prezantimin e cilësova si një ngjarje me një konflikt në rrugën Ali Demi, por duket se policia ka vepruar dhe janë ndaluar disa shtetas. Çfarë ka ndodhur? Në fakt ka qenë një telefonat në sallën operative të 2 javë më parë për një të shtonë me armë dhe një konflikt midis disa të rive. Janë bërë verifikime nga komisariati numër 1, është ndaluar një shtetas i cili ka pas lëndime, por nga ana tjetër në deklarimin e tij ka qenë i paqartë për hetuesit. Veprimet hetimore, kthyrja e kamerave, por edhe marrja e dëshmive dhe ndjekja e automjeteve që kanë lëvizur kanë bërë që prokuroria dhe policia të shpallin një shtetas në kërkim. Bëhet fjalë për shtetasin Julend Palaj, i cili është ndaluar mbrëmjen e të dielës dhe të hënën policia ka raportuar për arrestimin e 28 vjeçarit me akuza të rënda. Në fakt, siç është ajo e prodhimit dhe mbajtja dhe blerja apo shitja e palë armëve të ftofta, kanosja, po gjithashtu dhe mbajtja dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municioneve, pra bëhet fjalë për lëndë shpërthyese, ndoshta tritol apo eksploziv. Gjithsesi, këto janë 3 akuzat që rëndojnë ndaj 28 vjeçarit, i arrestuar tashmë. Hetimet po i ndjek prokurori Bledar Valikaj. Gjykata ka konfirmuar arrestin e dhënë në mungesë, ndërsa backgroundi i kësaj ngjarje për hetuesit lidhet me një kanosje për shkak të një biznesit palishëm. Julend Palaj njihet edhe si koordinator ose menaxheri i disa prej pikave të basteve, siç janë ato C7 dhe 333, janë disa lokale të cilat vijojnë ende aktivitetin e palishëm. Backgroundi i kësaj ngjarje është aktiviteti i basteve ilegale, por gjithsesi deri në këtë momente policia dhe prokuroria kanë mundur të faktojnë vetëm akuzat që unë sapo lexova. Ritheksoj edhe një herë, bëhet fjalë për akuzën e mbajtje paleje dhe prodhim e armëve shpërthyese dhe municionit, prodhim dhe mbajtja blerja apo shitja e armëve të ftohta, si dhe kanosja. Janë këto 3 akuzat zyrtare që rëndojnë ndaj Julend Palaj, 28 vjeçar, tashmë i arrestuar. Ishin 5 persona të përfshirë në këtë konflikt i cili shkoi deri në përplasje fizike. Një prej shtetasve është kanosur, por në deklarimet e tij ai ka thënë se nuk kam padur një konflikt fizik, apo nuk kam problemet një borxhit pakthyer apo të fatura të pashlyera të basteve. Nga ana tjetër, prokurori Bledar Valikaj po vijon këto hetime për të kuptuar nëse lidhet apo jo ekskluzivisht kjo me bastet dhe me aktivitetin ilegal për cilin Palaj njihet si menaxher apo koordinator i disa prej pikave që ushtrojnë aktivitetin palishëm në kryeqytet. Po Aida. Kujtojmë që në fund të vitit 2018, qeveria mori vendimin për mbylljen totale të asaj kategorie që janë bastet sportive. Tureve të fatit dhe ndryshimet, pastaj miratojnë ndryshimet ligjërimit e tyre në shkurt të vitit 2024. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka patur akuza pafund për mënyrën se si kanë funksionuar pikërisht këto aktivitete të jashtëligjshme. Dhe kur them akuza, ka pat ngjarje, siç është rasti konkret, përplasje, çështje borxhesh, akuza për sa i përket disa drejtuesve të policisë të cilët ose shefa krim i kanë lejuar, sepse të paktën ekspertët thonë që nuk mund të veprohet jashtë vëmendjes së tyre dhe duhet patjetër një bashkëpunim. Ndërkohë, në rastin konkret, me të drejtë më citove akuzat, por po të kthesh kokën pas dhe shikosh ngjarjet që ne jemi referuar, origjinën, konfliktin e kanë pikërisht tek këto para të cilat gjenerohen në mënyrë underground dhe që sillin her pas here përplasje. Tani, Palaj, ne po themi që njihet si një menaxher i disa prej pikave të bastave të palishme. E dim, është proceduar për këtë, ka akuza për këtë dhe rrezikshmëria e tij si matet për nga armët që janë gjetur, që përdoren edhe në funksion të këtyre aktiviteteve të palishme që zhvillohen dhe që mendohet që i menaxhon këto pika bastesh? Në fakt, po kalon më shumë se sa 6 vite nga momenti i vendimarrjes ligjore ku qeveria shqiptare vendosi t'i jap fund basteve. Ishte operacioni i dytë në fakt i maxhorancës socialiste prej vitit 2013 kur ka marrë pushtetin. I pari ishte
fund marrëzis, pra ishte mbyllja e basteve, makinetave që përdoreshin për të luajtur lojrat e fatit ose bixhos, nga ana tjetër ishte mbyllja e lotove dhe heqja e tyre nga dyert e shkollave, poshtë pallateve, pra e bar kafeve, të cilët ishin kthyer të gjitha në shërbim të basteve sportive. U miratua ligji, është bërë një komision, nga ana tjetër deklaroi qeveria se gjithçka do të jetë online dhe kontrolluar. Për atit momenti mungojnë vendimet e Ministrisë së Financës për të vazhduar këtë projekt të qeverisë shqiptare. Pse s'miratohen ende nuk ka një argument dhe cili do të jetë fati i basteve, por nga ana tjetër për te mbylljes ligjore aktiviteti vazhdon të jetë fizikisht i pranishëm në çdo rrugic, në çdo lagje, në çdo bar kafe poshtë pallateve, siç ishte më herët, por këtë herë me një evazion fiskal, pasi duke qenë në ilegalitet, askush prej tyre nuk paguan tatime në shtet për shkak se së pari nuk mund të licencohen dhe duke mos u licencuar aktiviteti është ilegal pra në të zezë. Për sa i përket procedimit penal të 28 vjeçarit, paktën zyrtarisht deri në këtë moment asgjë nuk lidhet me bastet për shkak se deklarata zyrtare thotë se është për armbajtjet, çka tregon që armbajtja lëndëve shpërthyese, ato të armëve të ftofta dhe kanosja. Kemi të bëjmë me një person që ka rrezikshmëri shoqërore dhe për këtë arsye gjykata ka vendosur arrest me burg, por gjithsesi mbetet për të parë nëse vijimi i hetimeve do të zbulojë dhe lidhjet me bastën, ndoshta një sekuestër e një telefoni celular, deklarime apo gjetja e provave do të bindë prokurin për të bërë edhe këtë procedim penal. Por gjithsesi për te procedimit të munguar për bastet ndaj Julien Palajt, ka mjaft procedime të tjera ku shumicën e rasteve edhe në operacionet e krijuara, qoftë nga krimi ekonomik, jo vetëm Tiranë, por gjithë Shqipërinë, ata të cilët procedohen masivisht janë kamarierët, banakierët e lokaleve dhe maksimumi i qëndrimit të tyre në qeli edhe më pas vijohet hetimi në gjendje të lirë është 24 deri në 48 orë, pasi nëse mund të bëjmë një klasifikim, ata janë thjesht punëtorët e rangut të fundit të një hierarkie e cila bosët i ka të paprekshëm. A do të hiqet apo jo ky legalitet mbetet për të parë, por nga ana tjetër tashmë ligji është në fuqi. Edhe mos funksionimi ose mos zbatimi një ligji ngre përgjegjësi penale për zyrtarët të shpërdorimit të detyrës, pasi ligji së pari është detyrim për të vënë në zbatim nga institucionet e më pas të respektohet edhe nga qytetarët. Por në mungesë të akteve nënligjore, vendimeve apo rregullave se si do të funksionojë aktiviteti legal, pra i ligjshëm i basteve, pasi është miratuar vetëm ligji në kornizat e tij si formalitet, por nga ana tjetër mungojnë hallkat se si do të zbatohet në terren, ka bërë që të rikthehet dhe të jetë aktiv dhe fizikisht i pranishëm aktiviteti i palishëm i basteve. Ritheksoj, jo vetëm Tiranë, thuhet se në çdo qytet dhe ky aktivitet lidhet më së shumti me të fortit e qyteteve apo rajoneve në Shqipëri e nga ana tjetër me antarë të botës së krimit organizuar. Faleminderit Arsen për gjithë sa solle në vëmendje, të përshëndes.